Veprat e apostujve, kapitulli 2, vargje 37 dhe 38. Nëse neve jemi duke kuptuar edhe na vjen në mendje kjo lloj pyetje, çfarë duhet t'i ofrojmë Zotit tonë si dhuratë? Pa që ne mund t'i japim dhe Zoti të jetë i kënaqur me ne. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shkua zemra atyre dhe pyetën Pjetrin, çfarë duhet të bëjmë? Çfarë mund t'i japim ne? Burra vëllezër, ç'duhet të bëjmë? Atëherë Pjetri u tha atyre, pendohuni dhe secili nga ju le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Tani hym në çështje shpirtërore që nuk kanë lidhje fare me atë fizike. Pra, Zoti nuk i prishet mendja, për një makinë luksoze, për një vil super luk, por pranon si dhurat nga ana jon, pikërisht këtë gjë. Pendes, të rrëfesh mëkatet tua, pranosh që të je përpara Perëndis je një mëkatar. Dhe Zoti thotë, hajde, hyr në familjen mbretërore, dhe unë do të jap dhe dhuratën e frymës së shenjtë. Thotë, pendohuni, vargu 38, dhe secili nga ju le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Çfarë ndodh me ne? Kur Zoti na mbulon me frymën e shenjtë, na mbush me frymën e shenjtë, atëherë edhe fryti i frymës që neve lexuam këtu te Galatasit 22 është dashuria. Do thënë, si mund ta kuptosh ti që dikush ka frymën e Perëndisë? Si mund ta kuptosh ti dikë që ka dhuratën e frymës së shenjtë? Ja ku është. Dashuria, gëzimi do të thotë që ti gëzon për të tjerët. Ne s'na pëlqen.